Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, përsëri këtu në kanalin Rrëfime Jete, për të ndarë bashkarisht rrëfimin e radhës. Do të ndaj sot një rrëfim tepër të ndjerë, një rrëfim që në fakt mua më ka emocionuar pafund, është amaneti i një babait drejt vajzës së saj, por vajzës në martesë i ka ndodhur të meri. Dëgjoni se çfarë po përjeton kjo vajzë. Mirëmbrëma Tiranë. Unë që po e shkruaj këtë letër, jam një vajzë lezhiane, jetoj në Itali, por e martuar me një fjerak. Jeta ime ishte shumë e bukur deri në momentin kur unë krijova një besim të pamëshirshëm tek bashkëshorti im. E them të pamëshirshëm sepse sinqerisht më vjen shumë keq për veten, se si e tolerova veten që dikush të më degeneroj në këtë gjendje. Prindërit e mi më kishin një vajzë të vetme. Më ritën me sakrifica të pafundme. Imat punonte shofer autobusi, ndërsa nëna ime ishte në atë kohë në kooperativ. Më pas vdekjes së Enverit, që të dy punësuan në administrat dhe kanë patur rroga goxha të mira. Me pasurinë që e kishim trashëgimin nga gjyshi dhe stërgjyshi, Imat ndërtoi shtëpinë edhe apartamentin që ne e blem më pas në Tiranë. Ka qenë jashtëzakonisht krenar me mua, sepse më thonte që ja kam zbardhur dhe zdritur fytyrën, nga që isha unë ajo që e bëra Imatin të ishte njeriu më i lumtur në botë. Por fatkeqësisht, kjo gjë nuk zgjati shumë. Bashkëshorti im kishte një biznes dhe filloi që avash të falimenton në biznesin e tij. Gjërat nuk i shkonin, nuk i hecnin, nuk bënte dot lek dhe filloi që të shkatroi pasurinë që vetë ai e kishte ndërtuar. Mua me thënë të drejtën më dhimbse shte shumë. Vinte në shtëpi mërzitur, vinte në shtëpi i lodhur, i stresuar, me shumë pikpyetje mbi çfarë të bëj unë, si ta mbaroj unë këtë hall, si të dal unë në më të mirën time, si ta shpëtoj unë veten. Ishin këto pyetje që bashkëshorti im ja drejtonte vetes së tij. Dhe unë pasurinë e kisha. Një ditë prej ditësh i thash, shesim pasurinë e babait tim, sepse ishin 500.000 euro në pyetje, edhe ti jap e mbaron hallin tat në momentin që ti do ta rindërtosh pasurinë tënde, që kjo do të thotë që unë nuk i vura një ditë burit tim, sepse kam fëmijë me të, do të mi kthesh përsëri, por të lutem të mi kthesh, sepse është pasuria e Timati, të cilën dua t'u alej fëmijëve të mi, se unë nuk i marr në varr ato lek. U lirua krejtësisht, ishte njeriu më i lumtur në botë, menjëherë filloi me dokumentacionin e shitjes së shtëpisë, nëpërmjet shoqërisë së vet gjeti njeriun dhe vendosëm që ta shesim shtëpinë ku ne isha rritur unë, kisha ndërtuar emocionet e para, kisha ndërtuar mësimet e para, etj. U shit shtëpia. Burri im i mori lekët, gjithashtu edhe të apartamentit, edhe e mbylli hallin që e kishte. U bë një vit, unë asnjëherë nuk e pyesja se sa para ke bërë, si i ke bërë, rënd si ka që unë dhe fëmijët dhe shtëpia kishim për të ngrënë e për të pirë dhe jetoni, sepse unë kisha besim tek ai njeri. Një ditë prej ditësh, një kolege imja tek firma e burrit ku unë punoj, më thot që burri im kishte ndërtuar lidhje dashurie me një punëtore slovake që punonte në kompaninë tonë. Në fakt, më ka ardhur të qeshem, nuk e besoja dot, im shoq
që unë kisha shkatruar pasurin të krijonte një lidhje tjetër dashurie me lekun tim, të mbahej bos në një farë mënyre, nuk ja vura shumë veshin. Ditët kalonin, presioni po rriteshte, ai po bështe më tinzak, po bështe më aktor, po prej këtij momentit, unë fillova që ta shoh ndryshe, fillova që ta shoh një person krejt tjetër. Dhe çuditërisht, doli që ishte e vërtet. Im shoh që kishte krijuar një lidhje dashurie. E mbaj mend si sot. Ishte koha kur duheshte të shkoja t'i merja fëmijët, i kam bërë zyshës telefon, i thash që mbaj fëmijët se mua nuk më intereson, unë kam një punë për ta kryer. I mbajti zysha, shkoju në zyrë, ulem në tavolinë, ja plas në fytyrë, nuk e pranonte me se zbën, ishin thash e theme, dhe thëreta të vajzën të njoftohet me mua. Vajza vjen, më dinake se im shoq, dhe ma bëjnë mendjen dhall mua që unë t'i besoj që janë miq të mirë. Por diçka nga brenda nuk ma jepte sigurinë të cilën unë e kërkoja. Më pas, ditët kalonin, unë i them burrit tim, do marrim gocën në fjalë edhe t'ikim në darkë. Im shoq më tha jo se e kishte bërë që të del me shokët e tij atë natë. Edhe unë e besova, por diçka nga brenda më thonte që ndiqe. Shkoj nga pas, nuk është i sinqert. Ai doli para, unë dola pas. Shkoj në një lagje që me thënë drejtën unë nuk e kisha njohur kurrë dhe nuk e dija. Dhe ndaloj përballë një banesës. Duke pritur poshtë, e veshur në një fustan të bardhë të shkurtër, e zbukurume me se zbën, vajza slovake del edhe hypën në makinë. Aty më unë binda që im shoq nuk e ka shoqe, por e ka të dashur vajzën në fjalë. Ditët kalonin dhe unë vetëm e kuptoja edhe më shumë. Darka romantike, momente të bukura, por ai filloi që të bëhet kokfort edhe nuk i plaste më për familje. Tani jam në një frikë të madhe. Nëse unë e lë burrin tim se për ta dash nuk e dua më, sepse është njeriu që i ndihmova dhe ma ktheu shpinën, por nëse e lë burrin tim, a do t'i marr vallë këto 500.000 euro? Në fakt kjo është pyetja që kjo zonjë nderuar adreson kundër drejt jush. Do me thënë, ka një siklet të madh, ka një frikë të madhe që gjërat po i shkatrohen, po i dalin jashtë kontrollit dhe dëshiron ndihmën e juaj.